ngadalë erdhën deri te përfundimi i kësaj çështje gjyqësore të së gjatur, të cila akta akuzë ishte ngritur nga ish prokurore të Oleksit, mirë po për shkak disa veprimeve të gabimeve teknike procedurale, ishte kjo arsyeja pse gjykata dhe prokuria patën vonesa në zgjidhjen e kësaj çështje penale. Meqense të akuzurit nuk kishin pranuar fajsin, atëherë prokuria propozoi administrimin e provave materiale, si dhe bëri dëgjimin e dëshmitarëve të cilët e vërtetojnë këtë fakt se këta të akuzuar kanë kryer vepra penale për të cilën ngarkohen sipas prokurisë. Çka mësuam nga ky rast? Nga ky rast mësuam se ishte ngritur një akt akuzë në rastin Drenicani, ku në mesin e të këtyre të akuzuarve kishte edhe persona me të cilën mbi bazën e të cilës kjo akuzë ishte ngritur në rastin e dy dëshmitarëve të mbrojtur, siç ishte dëshmitari C dhe dëshmitari B. Para se të ngritet kjo akuzë, këta dëshmitarë kishin deklaruar diçka krejtësisht ndryshe nga ajo që po ndodhte në shqyrtimin gjyqësor. Mbi bazën e këtyre dëshmimeve të cilat këta dëshmitarë kishin dhënë, prokurori i atëhershëm kishte ngritur akt akuzë dhe seanca gjyqësore po mbaheshin në Mitrovicë për shkak të rasteve të krimeve të lustës, që tani është e përfunduar ky rast. Mirë po, me të arritur këta të akuzuar se kush është dëshmitari C dhe F, intermorën të gjitha masat me qëllim që të ndikojnë të këta dëshmitarë për ta bërë ndryshimin e deklaratave të cilat ky dëshmitar i kishte dhënë në fazën e mëhershme. Edhe çka ndodhi? Ja arritën qëllimin. Këta dy dëshmitarë, të cilët në atë kohë ishin të mbrojtur, dëshmitari C dhe F, në seancat kryesore, tërësisht ndryshuan deklaratat e tyre. Me çka edhe në atë kohë u shpallën si dëshmitarë armiqësorë. Këta dëshmitarë u kontaktuar me këta të akuzuar, duke i premtuar shuma të ndryshme të parave, banesë në fushë Kosovë, si dhe shërimin e bashkëshortës së tij, meqense ajo vonte nga një smundje dhe kishte nevojë për kontrollim shëndetësor jashtë vendit. Këta kontaktuan me këtë dëshmitar, e morën përsipër që t'ia shërojnë bashkëshortën, e morën përsipër ja sigurun një banesë në fushë Kosovë, dhe cilën ja dhanë, si dhe i premtuan truproje, pagë mujore në vlerë për 500 euro, si dhe të gjitha shpenzimet të cilat ky dëshmitar do t'i kishte për nevojat e veta. Tani më, me të pranuar këto para, ky dëshmitar pranoi dhe bëri tërësisht ndryshimin e deklaratës së tij në shqyrtimin kryesor, duke thënë se nuk është e vërtetë ajo që ka thënë para prokurorit, nuk është e vërtetë që din që ka nënshkruar diçka të tillë, saqë arriti të bëj edhe një letër duke ndalur prokurinë speciale dhe duke i ushtruar kallëzim penal hetuesve dhe prokurorëve të rastit. Rasti u shqyrtuar në prokurinë speciale me numër PPN 59, u shqyrtuar duke dhënë i njëjti dëshmin e tij. Çfarë ndodhi? Pasi ky dëshmitar u vendos në banesën e tij në fushë Kosovë, ai kërkonte edhe më tepër të hodha nga këta. Dhe të njëjtit pranuan që t'ia dërgojnë grup bashkëshortën e tij në shërim në Beograd, arritën t'ia sigurojnë një gjibresë shëndetësore për bashkëshortën e tij, arritën t'ia paguajnë hotelin i cili vendos në hotel Beograd në Serbi, dhe bëri një karton mjekësor për shërim kise për të mos paguar nevoja, dhe pas kthimit nga ky shërim i dhanë 10.000 euro, mirë po i kishin premtuar të njëjtit 20.000 euro. Duke parë ky dëshmitar se nuk po i përmbushin këta të akuzuarit ato obligime të cilat i kishin premtuar, ai filloi që të paraqesë rastin dhe tentoi që ta shës banesën në Kosovë. Me të kuptuar këta akuzuar se njëti don ta shës të banesën në Kosovë, atëherë fillojnë konfliktet mes tyre, sa që sipas dëshmitarit
rrafshet nga disa persona, po që shkesa dhe lëndës prokuria nuk e ka se kush ka mund tjetë rast dhe kërkon të ndihmë mjekësore. Tani ky dëshmitar fillojnë të paraqes rastin në prokuri dhe me të kuptuar prokurorët e Oleksit dhe Hetusit i bën masat e përgjimit të fshet dhe kontaktojnë shifet kontaktet e këtyre të akuzurit me dëshmitarin që tani më nuk është dëshmitari mbrojtur, po u paraqisi Nazmi Maloku. Kontaktet e tyre tregonin se si kontaktonin, kohën periudhën kur kishte për të dalë në gjykim në proces, e mësonin çka duhet të flesin, por dhe pas çdo seance njëti raportonte se çka ka ndodhur dhe çka mund të ndodhë. Kjo ishte arsyeja që dëshmitari tani e paraqiti rastin dhe kjo ishte arsyeja që u bë problem kryesor që i njëjti filloi këtë procedurë dhe mbi bazën e dëshmive të përgjimit shihet ndikimet të cilët i pas dhe në fazën e administrimit të provave u bë edhe proces verbale të gjykatës në të cilat u mbajtën në Mitrovic, shikimi i deklaratave të tyre, disa fotografi të tjera dhe të gjitha këto shihet se këta të akuzuar ndikun direkt në ndrimin e dëshmisë së këtyre dëshmitarëve dhe kjo të akuzë mori krejtësisht epilog tjetër. Andaj, me qenë se të filloj ky konflikt, prokurori bën një kërkesë për sigurimin e masës së përkohshme gjithsesi konfiskimin e kësaj banesës, e cila banesë u konstatua se i nuk ishte në ndërmarrjes tregtia me sa duket, disa faktura të cilat të vërtetuan dhe u konfiskua ajo banesë bashkë me qelsa dhe ajo u mor Nazmi Maloku. Duke parë këtë situatë, raportet e tyre u acaruan edhe me tej dhe dëshmitari ishte ai këtu i cili dëshmoi në tërësi për premtimet të cilat ja kishin dhënë të akuzurit dhe kërcënimet të cilat i kishte pasur vazhdimisht nga të akuzurit, i cili edhe shkroi një letër me dorë dhe ja dërgoi prokurisë për kërcënimet të cilat i ka. Andaj, duke analizuar të gjitha provat e të veç të cilat i kam paraqitur edhe në fjalën përfundimtare, e të cilat u administrua në shërtimin gjyqësor, gjithësi ndërlidhja shihet kërcënimet e dëshmitarit, mosat e mshefta, konfiskimi i pasurisë, libreza, të cilat ja kishin siguruar tani pas shortës së Nazmi Malokut, hyrje darje të vijës kufitare, të cilët kishte gjithsej 18 hyrje darje me vijë kufitare mërtare, dhe sigurimet qendrore mjekime të cilat ishin bërë, e bën të besueshme se këta të akuzuarit të shpallën fajtor për vepra të cilat ngarkohen nga prokuria dhe të njëjtit të dalohen me dënim sipas ligjit. Në fjalën përmëtare dhe njerë kam thënë kjo banesë duhet të konfiskohet në mënyrë të përhershme, ndërsa prokurori është obliguar të paraqesë edhe rrethonat lehtësuese, si dhe rrethonat rënduese të këtij rasti. Si rrethona lehtësuese prokurori nuk ka gjetë se këta të akuzuar që ajo ku ka kryer vepër penale. Nëse ka mundësi, nuk ndërprej pak, por se nuk ka lutur rrethona. Ishte konfiskimi që intereson. Besoj edhe ti mund të shërimi atë zhona në fjalën pronëtore me shkrim. Mirë, por nëse ka mundësi shkurtimisht, banesa nuk konfisku, si? Është konfiskuar agjencisë është menaxhimi i agjencionit. Është sekuestrim. Po konfiskimi është, a konsideroni se është jetë i kryes, është dobi pasurore, është luajtje e gjyqësor? Po, me pak fjalë ta dim se po, ajo banesë u dha me qëllim të ndryshimit të karotos. Po. Qëllimi i asaj banese ishte ndryshimi të karotos, edhe ajo ndodhi. Do më thënë, ishte një dobi pasurore që do të jepte tani dëshmitarit për që ata dhe të konfiskua ajo. Po, kjo ishte rrethona që ajo banesa është në menaxhimin e pasurisë. Isha te pjesa e rrethona vlerësuese përveç shërbimet jashtëzakonit i cili ka pasur një gjykim dhe almot është bërë formës së përre nga dënimin, ndërsa për të akuzuar prokuria nuk posedon ndonjë rast që janë në procedurë ose ka pas të një gjykimit të formës së përre.
Tanë kohën ky gjykimi së gjatë të akuzuarit ishi sinqert para gjykatës, që lajmëruar me kohë, nuk pa ndonjë fyrje ose kërcënime. Do të thonë këto ishin rrethona theksuese që mendon prokuroria për këta të akuzuar. Ndërsa për rrethona lënduese duke parë veprën penale, natyrën e peshën kësaj vepre penale, do të thonë kjo gjykata merr këto parasysh. Pjesë të tjera unë i kam arsyeshuar më konkretisht në fjalën të cilën e kam paraqitur në shkrim të shkaq të kuzhimit postë që do të raportat të paketit. Faleminderit. Atë fjalën përmendore vazhdon në mbrojtësit e pandemrisë sa më shumë, apo ka kanë çertim, apo ka të përgatitur. Edhe për prokurorën. Mbrojtësi dorëzon fjalën përmendore në formë të shkruar. Ne dëgjuam me kujdes fjalën përfundimtare të prokurorisë dhe ajo që ne kuptuam është se prokuroria po kërkon nga trupi gjykues që t'i besohet një dëshmitari i cili pas ka dhënë një deklaratë në fazën e hetimeve në rastin Drenica e pas ka ndryshuar deklaratën në shërtim gjyqësor në rastin Drenica pas ka kërku mjete financiare për me ndryshu deklaratën, edhe këtu kur ka ardhur në këtë sallë gjykimi ka dëshmu në mënyrë shumë kontroverse. Atëherë tha prokuroria në fjalën e saj përfundimtare që e ka pozitiv me i tregu edhe faktet të cilat janë në favor të pandemëve. Besoj se Spaku është dashur që ta thotë edhe këtë që e thash tash. Unë në fjalën time përfundimtare, nderuar anëtar të gjykues, do të fokusohem në këto shtylla. Ne do të fokusohem të çështja e paraburgimit dhe fakti se si ka mundësi në mënyrë objektive të pretendohet se dikush që ka qenë në paraburgim në burgun e sigurisë së lartë pas ka pas mundësi që ta organizojë një grup për me ndiku në dëshmitar. Duke qenë se rregullat në qendrën e paraburgimit janë shumë të rrepta dhe paraburgimi vazhdimisht është monitoruar nga EULEX-i. Së dyti do të analizojmë edhe dëshminë e dëshmitarit të dhe në këtë çështje gjyqësore. Pastaj do të vazhdojmë me çështjen e pranueshmërisë së deklaratës së dëshmitarit F, sepse është një dëshmitar të cilin mbrojtja nuk ka pas mundësi me sfidu në asnjë fazë të procedurës. Pastaj do të dalim tek çështja e pranueshmërisë së disa provave shkresore, çështje të cilën ne kemi ngrit më herët. Dhe në fund do të analizojmë edhe elementet e veprës penale krimi organizuar, për cilin prokuroria pretendon se disa prej pandemëve edhe e kanë konsumuar atë vepër. Pra do të fillojmë me çështjen e parë, pra si ka mundësi që një person i cili është në paraburgim të rrept të organizojë një grup të strukturuar kriminal sipas prokurorisë. Pra ne e dimë se masa e paraburgimit është caktuar për të penguar potencialisht të pandehurit që të ndikojnë në dëshmitar. Atëherë, vazhdimisht është caktuar dhe është vazhduar për çfarë arsye. E tash po pretendohet se nga paraburgimi pas ka ndikuar në dëshmitar. Mirë po, për te kësaj, asnjë provë e vetme nuk është administruar në këtë shtyllë gjyqësor e cila do të na shpinte drejt konkluzionit se Samir Ushtaku ka ndikuar në dëshmitar. Nëse marrim dispozitive në akuzës, edhe shikojmë, aty pretendohet fillimisht në periudhën qershor 2013, shtator 2015. Po, dispozitivja këtë akuzës ndërtohet në këtë mënyrë vetëm kur ka vepër penale në vazhdim. Nuk mund të thonë ti 2 vjet periudha kryerjes veprës penale, nëse është 2 vjet, atëherë është vepër penale në vazhdim, atëherë duhet me tregu cilat janë ato data të kryerjes veprës penale në 2 vjeçar, të cilat mund të hyjnë në kuadër të veprës penale në vazhdim. Po më tutje dispozitiv, prokuroria e demonton vete, sepse e përcakton shumën
por nuk e përcakton as vendin e kryerjes, as kohën, as një element formal të aktakuzës. Domthonë dihet se aktakuza i ka disa elemente dhe ato duhet të prezantohen se ndryshe edhe nuk jepet mundësia mbrojtjes që edhe ta mbrojë vetën. Domthonë nuk përcaktohet koha kur pas ka kërcënuar Samilu Shtoku, kur i ka dhënë jetën, vendi e kështu me radhë. Pastaj te dëshmitari C e se është totalisht një dëshmitar i pabesueshëm, vetë prokuroria po thotë se ai ka ndruar deklaratë. Pastaj, nëse shkojmë tek deklarimet e dëshmitarit C në rastin e Renica. Nëse i analizojmë, domethënë gjykimin nëse analizojmë, aty do ta shihni se trupi gjykues në rastin e Renica asnjëherë nuk ka konstatuar se ndryshimi i deklaratës të dëshmitarit C dhe F është pasojë e ndikimit në këta dëshmitar. Por trupi gjykues në rastin e Renica ka konstatuar se nuk ja fal besimin deklaratës së dëshmitarit C dhe F për shkak se ka kontradikta të brendshme në deklarimet e tyre dhe se deklarimet e tyre nuk përputhen me deklarimet e dëshmitarëve të tjerë. Pra këtë ka konstatuar trupi gjykues në rastin Drenica. Trupi gjykues në rastin Drenica ka mujt me konstatuar që dëshmitar e ka ndryshuar deklaratën për shkak ndikimeve nga jashtë. Nuk do ta gjeni atë konstatim në rastin Drenica ne. Pra, edhe nëse trupi gjykues e merr parasysh dëshmitarin C dhe dëshminë e dhënë me këtë shtyptim gjyqësor. Dëshmitari C në mënyrë konkrete është pyet edhe nga mbrojtja, është pyet edhe nga trupi gjykues. A ka ndikuar ndonjëherë Samilu Shtoku në dëshminë tuaj të dhënë në rastin e Renica? Dëshmitari pa asnjë hezitim ka thënë jo. Po pse po thuaj jo? Sepse Samilu Shtoku nuk ka pas interes juridik me ndiku tek dëshmitari C. Pse s'ka pas interes juridik? Sepse nëse e merrni deklaratën e tij të dhënë në hetësi, ai fare nuk e përmend Samilu Shtoku si person që eventualisht ta ketë maltretuar atë në rastin ku është pretenduar se është mbajtur peng në likat. Pra, as interes juridik për me ndiku nuk ka pas. Po ashtu, nëse e merrni gjykimin e rastit Drenica, dëshmitar relevant për zotin Shtoku kanë qenë dëshmitari A, dëshmitari K dhe dëshmitari T. Mbi bazën e dëshmisë së tyre, zoti Shtoku ishte dënuar fillimisht 12 vjet, më pastaj gjykata supreme e kishte liruar nga akuza, pra se kishte kthyer fare çështën e rivendosje, po e kishte liruar nga akuza. Kur jemi te ky dëshmitar, për te asaj që fare nuk e inkriminon zotin Shtoku, as këtë shtyptim gjyqësor, as në rastin e Drenicës. Megjithatë, besoj se trupi gjykues dëshminë e tij duhet ta vlerësoj me kujdes të shtuar, për shkak të kontraversave, kontradiktave që ai ka dhënë këtë shtyptim. Ai ka thonë që Samilu Shtoku është përgjegjës për vdekjen e 2 fëmijëve të mi në lindje. Kjo nuk ka kurfar logjike. Samilu Shtoku as nuk është mjek, as nuk është ginekolog, as që ka marrë pjesë në lindjen. Është një fat tragjik i dëshmitarit, ai ka në këtë mënyrë nuk e di as një bazë, as një fakt, është pyet nga trupi gjykues, as një mbështetje provuese nuk e ka marrë për deklarimin e tij. Pastaj çka thot? Çka thot tjetër? Thot Euleksi i ka dhënë 10 milion euro me i akuzu 47 persona. Pastaj thot me prokurorin Mauricio Salustro jam taku te Varreza. Pastaj thot domon i ka refuzu 10 milion euro e këni ka kërku 10.000 euro. Pastaj thot ka shku në Beograd, është frigu për sigurinë e vet. Kur ka shku herën e parë, shumë është frigu, pastaj shkon edhe 10 herë në Beograd. Një njëri që friguohet për sigurinë e vet nuk shkon tutje. Pastaj tregon që është taku me një zyrtar lart të qeverisë serbe, është proces verbal. Ne e pyesim për emrin, ai nuk refuzon me vonë. Prandaj unë nuk e di se sa trupi gjykues mund të mbështetet në deklarimet e një dëshmitari mjaft kontrovers. Pjesë tjetër e akuzës, apo pikë tjetër e akuzës,
në raport me zotin Lushtoku është edhe ndikimi I pretenduar në dëshmitarin F. Marë parasysh faktin se dëshmitari F nuk ka pas mundësi të merret në pyetje nga mbrojtja. Në asnjë fazë të procedurës, konsideroj se deklarimi I tij është provë e papranueshme. Në fazën e hetimeve, prokuroria I ka pas të gjitha instrumentet ligjore që të validoj deklarimin e tij, edhe nëse ai potencialisht nuk do të jetë në dispozicion që të dëgjohet në shërtim gjyqësor. Në çfarë mënyre? I ka pas dy instrumente. Në ne e ka pas mundësinë e deklarimit në procedurë paraprake, ku do të thotë I shtir edhe mbrojtja me marrën pyetje në fazën e hetimeve dhe deklarata e tillë ka mundësi në bazë të kodit procedurës penale të përdoret si provë direkte, nuk e ka përdorur. Dhe e dyta, mundësia hetuese e veçantë. Ne e dimë se nëse prokuroria ka frikë se dëshmitari do të jetë I paarritshëm, ka pas mundësi edhe mundësinë hetuese të veçantë, ku aty neve si mbrojtje do të na u kishte dhënë mundësia që t'i parashtrojmë pyetje dëshmitarit. Pra, deklarata e dëshmitarit F është provë e papranueshme sepse mbrojtja nuk ka pas mundësi që të njëjtën ta silloj në asnjë fazë të procedurës, pra as në fazën e hetimeve, as në fazën e shërbimit gjyqësor. Prova tjetër të cilën mbrojtja konsideron të papranueshme, edhe pse s'ka shumë relevancë në raport me zotin Lushtoku, janë dokumentet e siguruara nga Serbia. Ne e dimë se në bazë të kodit procedurës penale asnjë provë nuk mund të sigurohet nga shteti huaj pa ndihmë juridike ndërkombëtare. Ti fjalën për dokumentet mjekësore, a? Për dokumentet mjekësore, çështje të cilën e kam ngrit edhe në fazën e shqyrtimit gjyqësor. Pra edhe këto prova duhet të konsiderohen prova të papranueshme. Shërimet, nale shumë në telefon. Nale, është edhe unë fjallën për monitore, mëse pengohë. As neve, as avokatin. Faleminderit shkretar. Sa I përket transkriptit të përgjimeve, vetëm dëshiroj të tërheqë vëmendjen tuaj, nga se ne jemi nga fillimi në këtë rast, transkriptet kanë pas relevancë për rastin që tashmë është gjykuar, sepse rasti ka filluar si një dhe pastaj është ndarë në dy pjesë. Në këto transkripte askund nuk dëgjohet zëri I Samir Lushtoku. Nuk ka asnjë SMS të përcjell nga Samir Lushtoku për të ndikuar eventualisht në dëshmitar, prandaj edhe relevanca për zotin Lushtoku në raport me këto prova është zero. Sa I përket veprës penale krimi organizuar. Nëse shikohet dispozitivi I akuzës, shihet qartë që pretendimet faktike janë në tërësi të pabazuar. E thashtë në fillim, zoti Lushtoku ka qenë pamundësi objektive të udhëheqë në një grup. Mirë po, këtu nuk ka dëshmi për dhënie të urdhrave, për hierarki, për stabilitet dhe kështu me radhë. Pa këto elemente thjesht vepra penale e krimit të organizuar asgjë mund të provohet. I nderuar kryetar, unë nuk kisha dashur më shumë zgjat, gjitha I kam potencuar në fjalën komentare të dërzuar në shkrim, prandaj me respekt kërkoj nga ju transmetim lirues për zotin Lushtoku dhe të tjerë. Faleminderit shumë avokat. Këtu aty akuzues. Avokati Artane e dha fjalën komentare, pajtohesh me deklarimin e tij dhe nëse ti diçka më shtu, më shtu. Po përfishja nga vegetaret të përfus kam shkur, sepse kam në gripin. Në rregull, na se kena kufizuar sa që ti e shet ti ose se cili ato që e shojnë në ose Ish mos se kena më shkruar. Por në. Edhe vetë ti mund mikrofonin se e injizojmë sa mundsen. Besoj punon çaj. Nëse s'punon. Po. Nderuar trup gjykues, nderuar prokurore. Unë se 13 vjet persekutohem nga drejtësia e Uleksit, pa argumente dhe pa fakte. Gjykimi jam ka ndodhur për krime lufte që e ka marrë dënim për 12 vjetë dhe e ka marrë 4 vjetë gjysmë burg dhe ma pastaj jam liruar si I pafajshëm. E di që as për du
me akuzuas, me shas, me fhy zonën prokurore pa astupin gjykus, e di që kjo akt akuz është ju kam vesh kësaj gjykate si këmishe hekur nga Uleksi, cili ka pos qëllim, e ka ditë fort mirë që këtu nuk ka bazë juridike që one të akuzohen për diçka që nuk kam pos lidhje. As dëshmitari i fe, as dëshmitari që nuk kanë qenë dëshmitar drejt për drejt ndaj me. Po besoj që zonja prokurore e dirë shumë një këtë qeshti. Një pjesë tyne të akuzumë që po mënona një kërku falje o nuk se kam një asnjëherë. Në Sheremetin e kam vendas dhe asnjëherë s'po pija s'kafe. E kam një si figurë. Sheremetin e kam vendas, po asnjëherë nuk kam pi kafe. Kam një veç si figurë. Partner mjakun se kom po asnjëherë. S'kom lajk kur me ti. Me gjotën asnjëherë nuk e kom po. Asnjëherë s'kom pi kafe me ti. Me gjotën nuk jam takuar asnjëherë dhe s'kam pi kafe. Kurse me të tjerët, do mënë jemi njohë sepse jemi të ne komune dhe paka shumë. Dhe nuk kemi pas mundësi më po edhe në fund më përshëndet. Prandaj për mu është e rëndësishme që unë e një vetën të pafajshëm dhe e një vetën që 13 vjetë i penalizuar dhe i pëndjekur nga gjykata Uleksit. E ndërura të gjykus, unë asnjëherë nuk kam kërku mëshirë, unë kam kërku gjithmonë drejtësi. Edhe në këtë rast, vetëm drejtësi dhe vetëm drejtësi. Edhe në e pandej shumë. Kërkoj vetëm drejtësi. Nderuar kryetar, do t'i përmbajmë atë akuzës dhe provave, por me një sjellje kërkoj të ma lejon një kontekst shkurtër. Apo shkruaj, do të shkruaj shpejt. A do me shkru këtë pjesa? Po, a kisha shkruaj. Uno. Jo, pjesa me shkrim është e natyrës juridike teknike, nuk ka, kjo është jashtë. Nuk përsëritet atë të shka kam thonë. Aty është një analizë profesionale e provave. Kjo është Atë në rrënat, i këto lirish. me lejoni një kontekst të shkurtër, sepse ai lidhet me origjinën dhe mënyrën se si është zhvilluar kjo procedurë. Në këtë hetim, kam qenë edhe une vetë objekti hetimit. Ndërsa Rustem Rukolli ishte koordinator i ekipit të mbrojtës në procesin Drenica Ne, ku une isha mbrojtës i Samiliu Shtakut. Bindja jam është që për me më pengu mu në mbrojtje Samiliu Shtakut, në rastin ku ajo është i rusi i papajshëm, pasi që dënu 12 vjetë, më kam fut edhe mund hetem, e kam fut edhe koordinatorin mbrojtjes. Edhe mund e tim, e kanë futur edhe koordinatorin e mbrojtjes. Ky pra nuk është as digresion historik, as politik. I spjegon rrethanat procedurale në të cilat kanë lidhur hetimet, rolin e Rustem Rukollit dhe natyrën e kontakteve që prokuroria i interpreton si pjesë të veprimtarisë kriminale. Neni 350 i kodit, mu si mbrojtës, ma lejon që në fjallën përfunditare ti referohen edhe procedurës. Pra, nuk po kërkoj që gjykata të vendos as për Hagën, as për Dick Martin. Në fjallën përfunditare ti referohen edhe procedurës. Pa, nuk po kërkoj gjykata të vendos as për Hagën, as për Dick Martin, as për task force-ën SITF e as për Euleksin. As për Dick Martin, as për Hagën, as për task force-ën SITF e as për Euleksin. SITF e as për Euleksin. Ju vendimet jam i vendishëm se i meni
vetëm mbi akt akuzën dhe provat kundër Rukollit. Por, konteksti procedural, sipas me si mbrojtës, është relevant për vlerësimin e këtyre provave. Nëse ma leni shkurt, në rregull, pastaj kalojnë në analizën e provave. Sa më shumë komandantë UÇK hetohen, kjo është vetë legitimitetin e luftës dhe prek edhe mbi themelët në cilën është ndërtuar shtetësia e Kosovës. Kjo narrativ i ka shërbyer Serbisë dhe Rusisë. Dhe prek edhe mbi themelët, mbi të cilat është ndërtuar shtetësia e Kosovës, dhe kjo i ka shërbyer si narrativ Serbisë dhe Rusisë. Një shembull konkret është Rusi Konstantin Kosachev. Ai ka qenë përfaqësues Rusi Konstantin Kosachev. Ai ka qenë përfaqësues i Federatës Ruse në Asamblin. Ai ka qenë përfaqësues në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Me 15 prill 2008, Kosachev e paraqiti mocionin për trajtimin njerëzor të njerëzve dhe trafikimin e paligjshëm të organeve njerëzore në Kosovë. Dhe trafikimin e paligjshëm të organeve në Kosovë. Për shkurtaj. Kjo pastaj e determinoi caktimin e dikmartit si raportues dhe në fund u krijua struktura që ne kolokvialisht e quajmë gjykata e Hagës. Ne e quajmë gjykata e Hagës. Këto lloj akuza monstruoze ishin baza kryesore për krijimin e kësaj gjykatës. Pasi që u krijua kjo gjykatë, akuza bazë që në kriju kjo gjykatë nuk u përfshin në këtë akuzë ndaj hashimtashit dhe të tjerëve. Pra, u krijua mandati dhe personeli task force së ITF, e cila vazhdoi, të cilat kaluan në zyrën dhe personeli i task forces, të cilat kaluan në zyrën e prokurorit të specializuar në Hagë, e cila është pjesë e asaj që prapë për përsëris e quajmë kolokvialisht gjykata e Hagës. Ne quajmë gjykata e Hagës. Ka pas pra, kemi një vazhdimsi të gjykatës Hagës, të pretendimeve që filluan prej Rusit Kosachev, dhe kjo vazhdimsi ka pasuar edhe në personelin hetues. Hetues të këtyre strukturave kam punuar edhe në EULEX. Rast konkret e kemi, ka qenë në media, hetuesja Zdenka Pumper. Ajo ka punuar 5 vjetë në Kosovë dhe në vitin 2016 ju bashkua zyrës së prokurorit të specializuar. Veç edhe një fjali edhe po dalë provon, kërkoj falje shumë. Në krye të asaj prokurorie. Për 4 vite ka qenë kryeprokurori Jack Smith. Djetë i njëjti kryeprokuror, në atë njëjtit është bërë kallëzim penal në Departamentin Amerikan të Drejtësisë, nga Jim Jordan, kryetar i Komisionit Gjyqësor të Dhomës së Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara. Nga kryetari i Dhomës? Komisionit Gjyqësor të Dhomës së Përfaqësuesve, që është pjesë e Kongresit. Komisionit të Shteteve të Bashkuara, me pretendimin se me vetdije ka dhënë deklarata të rreme para Kongresit. Me pretendimin se me vetdije ka dhënë deklarata të rreme para Kongresit. Kjo është çështje e tyre, unë veç po du me vënë pa kredibilitetin e gjithë kësaj strukture. Në këtë klimë zhvilloheshin paralelisht me hetimet në Hagë edhe hetimet në Kosovë. Në këtë klimë ka zhvilluar dhe hetimet në Drenica një. Në atë kohë,
shkak se unë kom qenë vetë, kom ndikur teme kom provu, ka qenë një sonj, e thoni tash, ka shkruaj kështu në mënyrë ilustrative, një sonj frontal ndaj gjithë komandantëve kryesor të UÇK-s. Në mesin e gjykatës Hagës dhe zyrës e prokurorit të specializuar, po edhe në mesin e prokurorëve dhe gjyqtarëve në Hagë, ka shumë gjyqtar e prokuror profesionista. Dhe unë kam respekt maksimal për ta. Por, unë besoj që ka pas edhe njerëz të tjerë të cilët kam pas prapavi dhe misione tjera, e që kanë ndiku në krimin e imazhit keq ndaj komandantëve të UÇK-s për me dëmtu shtetësinë e Kosovës. Për me dëmtu shtetësinë e Kosovës. Besoj ka që shtavu. Po. Pjesën tjetër e elaborën. Ka shpera. Anderi shumë. Çka ka provuar prokuroria se ka bërë konkretisht Rustem Rukolli? Për Rustem Rukollin, ajo që ka rëndësi është se cilat veprime konkrete pretendon se prokuroria se i ka kryer, ai dhe me cilat prova i mbështet këto pretendime. Në raport me Nazim Malokun, i cili ka qenë dëshmitar i mbrojtur, prokuroria pretendon se së bashku me persona tjerë, gjatë periudhës nga qershori 2013 deri 2015, Rukolli ka ndërmarrë veprime që synonin ndryshimin e deklaratës së tij në këmbim të punësimit, parave, një banese dhe trajtimit mjekësor të bashkëshortës. Prandaj, për Rustem Rukollin duhet të marrim përgjigje 4 pyetje. A e ka kërcënuar Nazimin Malokun? Jo. A i ka dhënë ose ofruar pare që të ndryshoj dëshmin? Jo. A i ka kërkuar të dëshmoj rreshëm? Jo. A është marrë vesh me persona tjerë për t'i kryer këto veprime? Jo. Çka thot në deklaratën e 15/3/2015 Nazim Maloku? Në arsyetimin e akuzës, prokuroria pretendon se Rukolli e ka detyruar Nazim Malokun të injizojë një CD në fund të vitit 2013 se Maloku ka marrë para në këmbim dhe se Rukolli e ka këshilluar se çfarë të deklarantën në gjykatë. Por deklarata duhet të lexohet për atë çka përmban konkretisht. Maloku thot se Rukolli dhe Recep Gjosa kishin shoqëruar në zyrën e Milajin Zekës për realizimin e një inqizimi. Askund nuk e përmend se Rukolli kishte detyruar dhe nuk përshkruan asnjë lloj presioni nga ana e tij. Po ashtu, Maloku përmend persona të tjerë si persona prej të cilëve kishte marrë para, nuk përmend Rukolli. Për më tepër, prokuroria nuk e identifikon asnjë pagesë të drejtë për drejtë nga Rustem Rukolli që lidhet qartazi me ndryshimin e dëshmisë. Kur flet për deklaratën e tij, Maloku përshkruan komunikime me Rukollin dhe persona tjerë, por nuk e identifikon konkretisht se çfarë pati të rem Rukolli kishte kërkuar të deklaronte në gjykatë. Për banesën, Maloku thot se qecat ja ka dhënë dikush tjetër. Për hyrjen dhe shpërnguljen kishte biseduar me dikën tjetër, jo me Rukollin. Edhe lidhur me dokumentacionin e pronësisë, deklarimet e tij e lidhin komunikimin e drejtë për drejtë me dikën tjetër, jo me Rukollin. Për më tepër, shkresat lëndës nuk është identifikuar asnjë dokument pronësor që paraqet Rustem Rukollin si pronar, shitës, blerës apo palë kontraktuese. Në deklaratën e 11 shkurtit 2016, Maloku flet edhe për para për trajtimin e bashkëshortës së tij në Beograd. Nuk paraqitet asnjë provë financiare që Rukolli personalisht i ka dhënë apo i ka siguruar ato para. Dokumentacioni mjekësor mund ta provojë trajtimin, mund ta provojë udhëtimin, por asnjëra prej këtyre nuk e provon mbrojtërimin e parave apo qëllimin e pretenduar kriminal. Gjatë këtij procesi, deklarimet e Nazimit Malokut apo dëshmitarit së kanë ndryshuar në çështje të rëndësishme.
Gjatë shqyrtimit gjyqësor, ka dhënë deklarime që nuk përputhen me deklarimet e tij më të parashme. Në një fazë të mëvorshme të procedurës, Maloku ka deklaruar se Rustem Rokolli personalisht I kishte dhënë para. Kur është ballafaquar nga ana ime me deklarimet e mëparshme, është evidentuar se ky pretendent është I rënd. Pretendimi se zoti Rustem Rokolli I kishte dhënë 500 euro dëshmitarit Nandi Maloku e parashikit për herën e parë në shqyrtim të datës 25 shkurt 2025. Kam para më shumë se 10 vjet. Kur PSRK pyeti kush I pruni 500 euro, dëshmitari u përgjigj. Recep Gjota dhe njëherë mi ka dhënë rustat e ETC. Më vonë une e pyeta, me herët, se të ETC rustat I ka dhënë 500 euro. Është e saktë? Ta po. Unë e ballafaqova me deklarantët e tim të mëparshme, edhe kam thonë, unë këtu kam deklarimin e juaj që e keni dhënë në PSRK me 11 shkurt 2016, faqja 9. Ju thoni, PSRK pyet dëshmitarin në këtë rast penal, ju përgjigjeni se jeni takuar me Rustem Rokollin dhe Rustem Rokolli nuk më ka ofruar asnjë shpërblim dhe nuk më ka bërë kërcënime. Pra 2016 më thotë që nuk ka marrë para, 2025 më thotë që ka marrë para. Edhe shumat e përmendura gjatë procedurës vazhdimisht ndryshon. Ndryshon burimi I parave, ndryshon personi që pretendohet se I ka dhënë. Dhe këtu para kësaj gjykatës, dëshmitari mbrojtur I thot disa prej akuzave më absurde. E njëra prej akuzave është edhe ajo që e përmendi kolegu im, përkin se vrasjen e 2 fëmijëve, një rast që sipas tij ka ndodhur në vitin 2001 apo 2002. Vreta dhe sot prokurorin me një gabim ta quaj edhe logjik edhe profesional, pretendon që 2015-ën dikur I ka dhënë një banesë dëshmitarit për me ndryshu deklaratën për gjykimin që ka ndodhur 2 vjet më herët në rastin drejtë Kameta. Ka logjik kështu, ka dhënë dikush një banesë ty 2 vjet më së që e dhënë dëshminë. Në vitin 2021, Nazmi Maloku I dërgon vetë Rustem Rokollit mesazh, të cilin me rekomandimin tim me njëra kemi raportu në prokurori dhe kemi informu me sa dje dhe gjykatën, ku I propozon një tokë pranë pallatit të drejtësisë për zhvillim biznesi. Pa vetë Maloku në 2021 I propozon me bo biznes, me një rekomandu me raportu këtë rast. Në shqyrtim gjyqësor, Nazmi Maloku e pranon vërtetësinë e komunikimit. Edhe ky veprim duhet vlerësohet përballë pretendimit se Rokolli ishte një ndër personat që Maloku je I rrezikuar. Nëse je I rrezikuar për një personi, qysh I bën oferta për biznes? Nuk marrok në kjo logjike. Nuk marrok logjika. Sa I përket akuzës për krim të organizuar, besoj që gjithë pajtohemi se duam prova konkrete. Me kë është marrë vesh Rustem Rokolli, kur, për çka, cili është roli I tij, çfarë kontributi konkret ka dhënë. Prokuroria duhet ta provojë djenimin, qëllimin, pjesëmarrjen konkrete të Rokollit në veprimtarinë kriminale që pretendon. Krejt çka ka mujt me vërtetu prokuroria në këtë rast është një fakt që e dim krejt në sot, që Rustem Rokolli ka qenë koordinator I mbrojtjes në rastin e mëhershëm të Nicani. Vetëm ato ka vërtetuar një fakt notor, si gjithë e dim. Edhe mënyra se si ka përfunduar vetë kjo procedurë dhe paraqitja provave e prokurorisë është indikative. Seancën e 17 korriku 2026, gjykata me drejt e ka refuzuar propozimin e prokurorisë për leximin e 4 deklaratave të dëshmitarëve, pasi propozimi nuk ishte I konkretizuar mjaftueshëm dhe për arsyet që I ka sjellë gjykata. Ky proces ka zgjatur me vite tana. Dhe po është prova konkrete e veprimit kriminal. Gjykatë nderuar. Për 10 vjet
Rustem Rukolli është stigmatizuar. I ka penguar në familje, i ka kushtu me shëndet, i ka kushtu me biznes. Ndjenjen që ka pas Rustemi për një periudhë shkurt të kom pasë unë, për unë shumë që në hetin për një rast, pa pikë fali. Besoni që Rustemi është uli fort dhe për çështje kombëtare bën edhe më shumë, por kur je këtë formë i dyshum e akuzum pa asnjë provë, me të vërtetë nuk është drejtësi. Gjatë gjithë kësaj kohe, Rustemi ka jetu në presion e kësaj akuze. Edhe në fund, çka ka provu prokuroria, aqë. Madje, unë besoj që sot prokuroria ka pas mundësi me përmirësu këtë gabim. Ka mund të tërheq. Se po shifët qarta zë që në raport me Rukollin ka me vetëm një dëshmitarit, se nuk është me thonë nuk është të me gjithë fjallin adekuate që mos mu prekas, është. Edhe përse na ka kushtu deklarimi i tij, jo stabil, me shumë dhimbje. Edhe mua dhe Rukollit, që do qoftë po përmbana me folën një fjallë. Edhe çka bën prokuroria? Ja lën patatën e nxjerr gjykatës. Ka gjukim profesional mund të hek. Po dash sot mund të hek prokuroria. Pse e cek prokuroria në fillim këtë aktakur e ka ngrit kolegët e Ministrisë. Si çka është garanci po që ka të hek? Kjo është se prokuroria po do të tash në distancu për i gabimeve eventuale që ka bërë prokurorët më herët. Prokurorët e Ministrisë. Nuk ka pas nevojë hiç prokuroria sot me cek kush e ka ngritur tek akuzën. Kreç ka pas nevojë sot me I ka lënë pjesë prokuroria qëndron, do të qëndrosh çështje tjetër. Mirë, unë ta mendimin tam. Po do mos insistojmë shumë në atë pjesë kur është diçka ligjore. Qëndron prokuroria pse vlerëson të qëndron. Gjykata vlerëson mos anë. Po. Dhe jetës Rustem Rukolli nuk mundet me aktyo askush. Por ato që ka mund të bëjë sot, gjykata mund ta përmirësoj këtë ta lëroj nga qita. Faleminderit shumë. Avokati e dha fjalën përmbajtore, e dëgjove. Aty është në mënyrë juridike, teknike, çdo detaj në fjalë drejtën këtu. Besoj edhe i mbrojtërit edhe ka një uri për përmbajtjen e asaj fjale përmbajtore në shkrim. A pajtuosh me deklarimin e avokatit? A ti kushton diçka? Pajtuosh me fjallën përmbajtore të mbojtë si vështon se. Uno, është mbledhjet i mësuar se kanë shumë. Ndërruar kryetarin trupi gjykatës, ndërruar trupi gjykatës. Pas parasysh që ky gjykim vjen si derivat një gjykimi të marrshëm, rasti Denica më, më lejoni që të kthehem në kohë dhe ta sjell në momentin tuaj sirian. Në vitin 2013 e uleksin vitja të akuzën dhe të ashoquajtë grupi Dernicës dhe ta edhe ndaj se në Lushtopur. Duke i njohur rrethonat e zhvillimit të luftës dhe i bindur në përfaqësinë e tij, vendosa t'i bashkohesha ekipit mbrojtës në cilësinë e koordinatorit të mbrojtjes për generalin Sami Lushtopur. Vendosa t'i bashkohesha ekipit mbrojtës si koordinator të mbrojtjes. Të bashkohesha ekipit mbrojtës në cilësinë e koordinatorit të ekipit mbrojtës për generalin Sami Lushtopur. Me përqimin e kryprokurorit Jonathan Ratën dhe me atimin e trupit gjykus më mundësua ky angazhim. Pas afër 2 vitesh procedurë, shumica e dëshmitarëve veç ishin dëgjuar në gjykatë. Sipas bindjes sime, prokurori Mauricio Salustro në ndihmën e tij
Maurizio Salustro, undimësi i tij Alberto Pasquero, kishin përgatitur deklaratat e dëshmitarëve vetëm në gjuhën angleze dhe përshtatja e tyre ishte dhe ato ishin përshtatur sipas nevojës së akuzës. Ndërsa dëshmitarët ishin shtyrë në shkull ato në atë formë. Kene shkruarin ato në atë formë. Megjithatë, gjatë shqyrtimit kryesor, shumë dëshmitarë dëshmuan ndryshe. Ndryshe nga ajo që ishte përfshirë në deklaratat të tyre të mëparshme. Po? Të cilat prokuroria i kishte paraqitur si prova. Në kalimin e seancave u bë qartë se një numër i madh dëshmitarësh nuk po mbështesin versionin e paraqitur në aktakuzë. Në këto rrethana, prokuroria paraqiti teorinë se dëshmitarët ishin ndikuar dhe fiksuar, duke pretenduar se për këtë arsye ata kishin ndryshuar edhe dëshmitë e tyre gjatë gjykimit. Po kjo ndodhi për arsye se deklaratat ishin shkruar dhe përshtatur nga vetë prokurori Maurizio Salustro, duke u apërthyer vetëm me gojë në gjuhën angleze, domethënë nga gjuha angleze. Domethënë ndryshimi i deklaratave ishte motiv i Euniksit për ngritjen e akuzës për ndikim në dëshmitar. Në gjyqim të parë, ose prima facie, Në shqyqim të parë, ose prima facie, kjo duket të jetë bindse. Po këtu ata ja vuçin me dëshmitar. Jo, fal. Kjo duket, prima facie, jo mirë, prima facie, kjo duket të jetë bindse. Por, kjo duket të jetë bindse. Mirë, po ata ja vuçin me? Por këtu ata ja vuçin me dëshmitar. Dëshmitarët që nëzori prokuroria nuk ishin fare kundërshtar kundër Samilos Shtaput në asnjë fazë të këtij procesi. Në asnjë fazë të këtij procesi. Vetë dëshmitarit së, gjithsesi Nazmi Maluku, i cili vetë u tërhoq për qenëve të dëshmitarin mbrojtur, edhe dëshmojnë në gjykatë para trupit gjykues, para të akuzuarve, por edhe vetë para publikut. Dhe dëshmojnë në gjykatë para të akuzuarve dhe publikut. Ai asnjëherë të vetëm gjatë gjithë procesit nuk përmend Samilos Shtapin. Këtu shtrohet pyetja, cili është motivi i jonë për më merr me këtë dëshmitar. Orëstem? Një moment. Kjo ngrej një pyetje thelbësore, cili është motivin për më marrë me këtë dëshmitar kur ai nuk është marrë fare me Samilos Shtapin. Unë kam qenë koordinator i ekipit mbrojtjes për Samilos Shtapin ju. Unë kam qenë koordinator i ekipit mbrojtjes për Samilos Shtapin. Mungesë në motive të qartë nuk mund të ekzistojë as vepra penale e mungesë të motive të qartë nuk mund të ekzistojë as vepra penale e pretenduar apo ndërmarrja ndaj një veprimi paleshëm.
Se përket dëshmitarit C, në zyma lukët, se ai është një gjë i kërstuar nga ona ime, faktet të tregojnë të kundërtën. I kërstuar nga ona ime, faktet të tregojnë të kundërtën. Ashtu si që cekë edhe avokati më herët, ai vetë me ka kontaktuar mu disa herë pas vitit 2020 për të bënë biznes. Pas vitit 2020 për të bënë biznes. Në fillim ai i mohoi këto gjatë shqyrtimit këto kryesor, po kur e ballafaqua me SMS të tij atëherë i pranoi. E ballafaqua me SMS të tij, ai i pranoi. Doli pa optit këy. Në fakt doli para optit të kryej. Duke marrë parasysh gjitha këto rrethona, nuk isha qonë në tas shpallën më fesh. Nuk isha qonë në këtë rast të shpallën më fesh. Unë kam pas edhe një proces në gjajshëm, në njëti motiv. Seancën e para fund, prokurori është e hejt nga ndjekja në të vjeshme, penalin dhe lirë. Që është bini dhe lajqë, faktet se po vazhdim të ti. Po lutim juve që ta keni pasur. Paramenon i absolutin, unë si avokat i tim kam këtu në gjykat më po dëshmitar kundër ti. Faleminderit profesor. Shkojmë tutje? Për të pandirë Recep Xhuta, u potin e Petro Shupa, u potin e Bençto. Dëshmitarit që është e vërtet që e kam qunë bashkëshortën e tij për shërim, për çështje humanitare dhe asnjë gjë tjetër. Nuk është e vërtet që e kam dhënë lekë dhe s'kam marrë lekë te kërkuj, se s'kam pas nevojë nëse e kisha bën një gjë kisha bën me lekë një. Vetëm një e di që Recep Xhuta për shërim. Për çështje humanitare, nuk është e vërtet se i kam dhënë lekë. Dhe s'kam marrë lekë te askuj. Dhe s'kam marrë lekë te askuj, se nuk kam pas nevojë. Dëshmitarit që kam pas mjetet mia financiare. Kam pas mjetet e mia financiare. Por vetëm një e di që Recep Xhuta në mënyrë njerëzore që mi ka vonë 100-150, nuk më kujtohet për me çu deri në vend. Për të shpenzimet e naftës. Një e di që Recep Xhuta në mënyrë njerëzore mi ka vonë 100 apo 150 euro për me çu deri në Beograd. Dhe më ka thonë vetëm shpenzimet e naftës për te. Po, ati është vendos, dhe mo me dëshmitarin që unë s'kom pas asë një kontakt të vetëm. Kur jemi këthy, mo s'kom pas asë një kontakt të vetëm me ta. Por edhe me pranishmin saltë përveç Recep Xhutës, asë një se kom jo se ka punu. Si që më së vërë? S'kam pas kontakt dhe... Jo, por... Me të akuzuar. Por edhe me të pranishmin në saltë të akuzuar, nuk kam pas asë një kontakt më hershëm. Përveç Recep Xhuta që ka punu në objektin tim. Përveç Recep Xhutës që ka punuar në objektin tim. Në vitin 2007. Në vitin 2007. Po, dhe isha lutë prokurorinë. Isha lutë, e kam thonë edhe një herë në seancë, personalisht prokurorës. Merrni me këtë person, shërënë psiqikisht që nuk është në rregull, e mos na stërgjatni këto gjona. Prokurorja më thotë, mos u merrni me ta, se e pyes ku është dëshmitari, thotë mos u merrni ju me te, se është dëshmitari mbrojtur, por ai për çdo ditë ka pi kafe pranë shtëpisë sime. Dhe kemi banu vetëm 20 metra ndërmjet vetë. Ku edhe cek këtu, para trupit gjykus, ose këtë dhëmë për në vrejtë shkurta në tarasë në ata. Ajo është një dëshmitar manipulator, për llogaritë teme, është një dëshmitar mashtrus, i cili për nevojat veta personale qëllimet e tina nuk i dimë asë nësë ka dëshmitar. Faleminderit shumë. E kam lexuar fjalën për shërimtare të ndrojtësit. Pajtohem me... A ke mashtu diçka? Jo. Faleminderit. Që të banderit të Skënder Tahiri, au pari në aso pasoni? Mujtë të dëgjoj dëshmitarin i cili vjen me një kartil të shëristim të ore këto dhe u thënë Beograd, kjo dëshmon fakti se këto ka bëjnë një trafi apo me një antipati ndajtjeve të shtrisë shqiptare të Kosovës dhe zotë të shtokë. Ka që kom, faleminderit. Faleminderit. Poti Osmane I mbrojtëri i Mshërimet Ahmeti. Asnjëherë nuk ka qenë as me grupin e Drenicës 1 pjesëmarrës, as me grupin Drenica 2.
në deklaratën e tij të dhënë në shqyrtimin e kaluar, ka deklaruar se është babi 12 fëmijëve, të gjithë i ka të papunësuar. Ka jetuar edhe jeton vetëm me një pension veteranit, edhe asnjë dëshmitar, asnjë provë nuk del që Shermet Ahmeti e ka kërcënuar dikon, ose e ka kompenzuar, ka unë tolla dikon, ose s'ka pas për vetin. Nëse prokuria ka prova, unë nuk ku mujt me gjithë shkesat lëndës, se Shermet Ahmeti ka folë me telefon me grupin e Drenicë, me zërgjenin për i këtyre këto, ose ka një fotografi, ose që ka net me ta, ose që ka marrë pare për i tyne, atëherë prokuria të nga të regon, unë e kisha kërku pojnë. Sa i përket dëshmitarit e, të cilën më thirë prokuroria. Unë konsideroj se deklarata e dëshmitarit e, edhe ma herët këmë kërkua, edhe prapë kërkoj që të veqohet dhe të vendoset se deklarat e pa pranueshme, pasi që asnjë mbrojtës edhe asnjë akuzuari nuk ka pas mundësi që ta kundërshton atë deklarat. Dhe ligjin 123, paragrafi 3, kodit penal të Republikës Kosovës, i cili kod ka qenë përqitë në 2018 nëse s'ku marruen, njërë gjithësitive thëtë se deklarata e një dëshmitare i cili ma vonë, po është i parrikshëm për gjykatën, ajo deklarat nuk mund të lexohet. A pajtohesh me deklarimin e avokatit? Pajtohem me deklarimin e avokatit. A ke mështu diçka? Ka mështu që ose bon. Po. Më pasha dhe asë të gjykus, Shtot se. regjishtarët, ashtu dhe prokurorën, gjithë pjesë marë. Mirë, Shermet. Veç vazhdo me deklarimin. Çka ke mështu përveç asaj që e tha avokati? Cili është deklarimi yt? Deklarimi im është, asaj përket aktakuzës, kjo aktakuzë është e ngritën, Veç më sungut se kena vëshërnu, kësë jo aktakuzë. Kjo aktakuzë është e ngritur. nga Oleksi. Më falë, Shermet, dish pak. Ti, zotërin mes. Shka i të organizu këtu? Leti mikrofonin unë dhe heqi këtu, a i shot mikrofonin, nëse e dëgjoj unë në regull. Mos ndërhyn punën e kërkuj këtu. S'menagjeni ju me gjykatën. As kena orë këtu më bë filma. Mikrofonin. Unë kur e dëgjoj në regull është. Vazhdo, Shermet. Sa përket aktakuzës, këtë aktakuzë që ku morë është e pa bazë, Është e pa bazë. është e ngritën nga Oleksi, Po. ku unë nuk e fajsoj prokurorin tonë, për këtë aktakuzë, se kjo ka morë aktakuzën në gatshme. Kjo këtu vetëm e lexon çka kanë shkruar ata. Çka kanë shkruar? Unë këtë aktakuzë e kum se edhe më herët, e ka ngrit një ndërkombëtar i Indisë, Ndërkombëtari i Indisë. i cilës beson Zot. E unë që më i besu atina? Kur mu këqyrë me mbyll, laj me milos zi sot me i po buk. Pse me besu atina, kur këshirë me mbyll e me milon fëmijë pa bukë. Po. Tjetër. E lus prokurorën që ose ka një fakt, që kom një fotografi me grupin Drenicës dikun, parë sa unë sa. Vetëm një, që ka një telefonat me grupin Drenicës, që kom një një bised me Germen Fër. Atëherë, i përgjigna. Po nuk ka kur fakti që kam nejt në herë unë me Germen Fër. Ose që më ka shtyt dikush i grupi Drenicës me i ho pare Germes Fër. Po do të më thëj këtë dikush për grupi Drenicës që ka shpore. Ose që më ka shty dikush prej grupit Drenica me i dhonë pare Germes Fër. Po, ma si pas kam pare bëllë me dhonë në atë pare se kësha që ati që pikësha marrë vetë krejtë. Të ma shumë komandazën se sa mi edhe sa i Germes Fër. Unë ato pare nuk e kësha që ati për i kësha marrë vetë se ma shumë kam unë nevojë, se sa se cili do prej të vetë. Këtë pare bëllë dhe ati s'ka pas nevojë se ka marrë bëllë. Mirë, Shermet, dish vazhdo me ato që kemi thonë. Edhe
Kja ata akuzë o dosht me vequ lënda ime. S'kom bëj me grupin Drenica në kosh. Me kërkosh. Edhe o dosht me vequ herët, edhe prokuroria o dosht me jek dorë nga ata akuza se së më akuzo mu kërkosh. Vetëm gërma fy, a është i vdekur, që e deklarat ka me, është e rejshme, edhe të të sanë në rast gërmës të shkëm të në shkëm. Ti di shka tjetër? Unë i kësha lutë juve si trëmgjëkus dhe prokurori që me hirë gjithë do nga të akuza edhe të lirohen me papajshëm, edhe di që me papajshëm gjithë këtë mundim që ku mbohë gjatë 11 vite, 12 vite edhe ma tretive këtu dojmë me shuje përfundimin në që është përfunda. Unë e kam ankesat e mija, i kam smujë gjatë këtyne vite që i ku morë edhe njerë 7 kontrola i kom po shpi, nuk ka dhe shpi që se kam thyne për një deklarat, e tash dhe me shqe përfundim që është përfunda. Faleminderit Shërmet. Faleminderit. Ne më të kanë faleminderit.